Një skener e mashtrimi në WhatsApp i njohur si Hi Mam, përshëndetje mami, ka vjedhur mbi 490.000 pound vetëm në vitin 2025, duke përdorur tashmë edhe teknologjinë e imitimit të zërit me inteligjencën artificiale. Mashtrimi fillon me një mesazh, përshëndetje mami ose përshëndetje babi, ku personi pretendon se ka humbur telefonin dhe nuk ka akses në bankë. Në çastin që fiton besimin e viktimës, mashtruesi kërkon para për të paguar qiran ose për të blerë një telefon. Për të qenë sa më të besueshëm, ata përdorin inteligjencën artificiale për të gjeneruar mesazhe zanore dhe zërin e fëmijës ose të një të afërmi. Eksperti i sigurisë Jake Moore shpjegon se këta mashtrues përdorin zëra të marrë nga rrjetet sociale për të krijuar imitimin e përsosur. Edhe nëna ime nuk e kuptoi që ishte zëri im i gjeneruar nga inteligjenca artificiale, tha ai. Mashtrimi nuk kufizohet vetëm me Hi Mam. Mashtruesit mund të paraqiten si djem, vajza apo edhe si miq të afërt, duke përdorur informacione të mbledhura nga rrjetet sociale për të krijuar histori të besueshme. Në prill të këtij viti, vetëm 135 raste të tilla shkaktuan humbje prej 127.000 poundesh. Banka Santander dhe ekspertët këshillojnë që të mos dërgohen para në një llogari të re pa verifikim.